Edhe pas kësaj kronike shumë të bukur që pam atmosferën në fshatin Garant të Kërçovës, jemi rikthyer për të vazhduar edhe me një linje të drejt për drejt tani që do e kemi kolegën time Habibe Qaili, meqense sot jemi në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Habibia ka vizituar Abaz Berishën në shtëpinë e tij, kryetarin e shoqatës Mirësia, ku besoj që do na njoftoj dhe do flet për atë, për shoqatën dhe për personat me nevojat të veçante, se si konsiderohen dhe sa kanë mbështetje institucionale në vendin tonë. Nëse kemi gati tani Habibën me një herë. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje Habibe. Po, mirëmëngjes Aida, sot është 3 dhjetori, dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Kjo nuk është një ditë që duhet të reflektojmë, por edhe për të nxitur veprime konkrete që synojmë heqjen e barrierave, rritjen e ndërgjegjësimit dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Sot këtu pranë meje është zotëria Abaz Berisha, me të cilën do të bisedojmë për rëndësinë e kësaj dite dhe problemet me të cilën përballen në përditshmëri. Përshëndetje dhe faleminderit që je pjesë e emisionit Ritmi i Ditës. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët për këtë intervistë shkurt. Çfarë domethënie ka kjo ditë për ju personalisht? Drejtën ta them, kjo është dita e veçantë për neve, dita që duhet mi përkujtu këto personat me nevoja të posaçme, se si çdo ditë që është, edhe kjo është duhet të shënohet, por unë do të kisha bë apel që mos të mbet kjo ditë vetëm me 3 dhjetor të shënohet dhe tjera ditë më na harru, 364 ditë më na harru, e vetëm një ditë më na përkujtu, po do të kisha bë edhe një herët është apel, do të kisha bë që do të ndërgjegjësohen institucionet dhe ata gjithçka janë kompetent për na plotësu dhe për të na realizu kushtet që të kemi normal qasje si kur gjithë tjertë kudo që dalim, kudo që lëvizim, dhe kështu që kjo është ditë feste për ne, po mund të themi edhe dita që duhet përkujtojnë edhe tjertë që një ditë të gjinë ta provojnë veten, sikur që janë në këtë gjendje që jemi ne, dhe ta shohin se si është ballafaqohesh një ditë me gjendjet, me kushtet, sidomos këtu po flas për kushtet për gjithësi, për infrastrukturë kam fjalën më shumë ti, por tash prap do të bëj apel se si duket vetëm po mbet këto fjalë që po i themi ne, po metin vetëm në intervista edhe asgjë më shumë e institucionet për plotësimin e kushteve në përgjithësi, po flas në krejt territorin e shtetit ton ku jetojmë, me të vërtetë është e keqe, mos tham katastrofë, por është e keqe gjendja, sidomos në për trotuare, nuk kemi qasje, ka trotuara që nuk fatkeqësisht, ne nuk mujmë, shembull duhet 200-300 metra me shku pak ma larg për me pas qasje, në vend që ne me pas qasje që mi pas mangat, shembull jo me shkue, po flas kushtet, ndoshta në këtë trotar nuk mundesh me zbrit, duhesh me shku 200-300 metra, kështu që fatkeqësisht edhe këto janë me në realitet me rrim janë këto. Kjo mundet argjohet rrima, kështu që çdo lëvizje që e bën ma tepër se ajo është që e planifikon, kjo faktikisht argjohet dhe mundet me të lënë në rrugë, kështu që kjo është që këtu e kam fjalën që duhet të kemi qasje në çdo vend, në çdo institucion. Po, a mendoni se kjo ditë ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit dhe ndryshimit shoqëror? Unë mendoj se shumë pak. Mos them as pak, po shumë pak. Sa i shoh kushtet, unë po flas nga vetvetja, po flas në mend tem,
po besoj që edhe tjertë janë këtij mendimit, unë besoj që nuk janë ashtu që duhet të jenë. Po, a mendoni se institucionet kanë bërë mjaftueshëm për këtë kategori të njerëzve? Se ka dhe pak më herët, shumë pak, me të vërtetë është shumë pak. Ja, unë po flasë mas pari edhe shembull edhe në për shembull trotuarët, edhe trotuarët krejt zanta skijas ku të kalojsh, duhesh me dalë në rrugën kryesore, po për rrezikojmë edhe komunikacionin, po edhe veten e rrezikojmë. Do të thonë përveç komunikacionit, cilat janë problemet me të cilat ballafaqoheni më shpesh? Po problemet janë të shumta, po unë thash që to mas shumë ti që to na tangojnë këto rrugët, trotuaret e këto me radhë, po edhe në për institucione kur s'kemi qasje në disa institucione, nuk janë gjitha, po ka përmirësime, s'muj me thonë që nuk kanë bërë lëvizje, po me të vërtetë është pak. Po si e vlerësoni qasjen e shkollave dhe universiteteve për personat me nevoja të veçanta? Qasjet në për universitete dhe në për asi janë, po thamë që nuk janë kushtet nuk janë të mira faktikisht. Kështu në mendoj kështu. Po sa të hapur janë punëdhënësit ndaj punësimit të personave me nevoja të veçanta? Këtu ne do të isha ndalë pak, unë edhe kam shoqatën, jam kryetari shoqatës personave me nevoja të veçanta mirësia dhe i di personat, e di se ka njerëz që kanë fakultet, kanë krime shkollë për atë vend punës, por unë mendoj që kjo është fatkeqësisht diskriminim. Ata rrinë në shtëpi e njerëzit që ndoshta rrinë edhe pa merit, e jazojnë vendin atina, e ai edhe pse është adekuat për atë vend pune, fatkeqësisht ja zë tjetër kush. Edhe i di konkretisht me folë edhe me emrin, apo nuk do të hinë atë aspekt, se me të vërtet është diskriminim. Se pse mos punësohet ai njeri, apo të presim vetëm prej, themi shkurtësh prej lëmoshës jetoj ai njeri, se me të vërtet këto shka marrim të ardhurat, janë, muj me thonë lirisht, muj me thonë janë sikur që e përdormi fjalën popullore për vitra. Kështu që unë do të kisha thonë që do t'i shkon e udhës, t'i shqirtojnë këto probleme edhe t'i punësojnë këto njerëz se me të vërtet kanë nevojë edhe kanë aftësi, po mos të kishin aftësi, unë do të pajtona me ata që si punësojnë, por këto ne është diskriminim, fatkeqësisht, po e them me keqardhje këta. Me qenë se jeni edhe kryetari shoqatës Mirësia, si po funksionon aktualisht kjo shoqatë? Po ne funksionojmë kështu me donacione, e kështu me forcat tona në përgjithësi edhe me forcat afarizve, biznismen e kështu me radhë. Sa po keni ndihma nga donatorët për sfida që hasnin për diçmëri? Po, pi donatorëve kemi, po nuk janë as mjaftueshme, por unë do të mendoja që edhe shteti duhet bënte më shumë për këtë. Po na do ta cekë edhe këta, na faktikisht ne Qiran për të që kemi na i pagun komuna e Qairit, faktikisht prej që 3 vite e pagun Qiran, këto qerat, po kemi edhe këto donator qerë kështu shka në animojnë, a por këtë aspekt kjo është. Dhe në fund, cili është apeli juaj për qytetarët, institucionet dhe shoqërinë? Apeli im
do të ishte edhe qytetarët pak le të jenë më të ndërgjegjshëm, më shumë të na respektojnë, më shumë na konsiderojnë si pjesë e shoqënisë, jo na konsiderojnë si që them, mos na shikojnë me sy tjetër, po na shikojnë me synin sikur që normal ne jemi njerëz sikur gjithë tjerët. Kështu që kjo është apeli dhe edhe për në fund edhe njerë do t'ju bëj apel votëzitësi, sidomos në vijat e bardha absolutisht shumë nuk na japin përparësi, shumë. Nuk po tham po një numër i madh nuk na respektojnë, kështu që do të kisha bo apel le të na respektojnë pak ma shumë, se me të vërtet është për keqardhje që disa individ, s'po përgjithsojmë këta, po disa individ absolutisht as nuk na japin përparësi askund, fatkeqësisht. Kështu që do të kisha bo apel përgjithësi t'jenë më të kujdesshëm ndaj kësaj kategorie. Zotëria Abazi, faleminderit për kohën që ndat. Faleminderit edhe ju për kohën, faleminderit shumë. Kjo ditë shërben si një thirrje e qartë për dinjitet, drejta dhe pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuar duhen të garantohen plotësisht dhe të respektohen çdo ditë të vitit. Aida? Abibet, falenderoj shumë, falenderoj gjithashtu edhe Abaz Berishën, i cili me shumë kënaqësi na pranoi neve si ekip në dyert e shtëpisë e tij, hapi dyert e shtëpisë me shumë kënaqësi në këtë ditë të veçantë për të dhe për gjithë personat me aftësi kufizuar. Urojmë që sa më shumë të ketë ndërgjegjësim për këtë kategori të qytetarëve dhe se duhet të jemi më të ndërgjegjshëm edhe ne si qytetarë ndaj tyre. Faleminderit edhe një herë.